Pse? Sepse Republika e Prokurorëve e arriti zoti Dumani me sukses, i bindi shqiptarët që patën një prokuror me, më kupton, edhe kur kthehet pllaka pastaj, Dumani bëhet statistik nga Rama. Wow, e kupton? Pra, dhe çdo prokurori në rast se në rast se Rama fiton Republikën Parlamentare, Rama i bën ata 20 shenjtor atje statistik. E të mëshme, pra, inshallah gaboj, po i bën statistik. Tani, nuk e di cila është statistika. Do kemi dhe statistik që gjykatësi kanë në burg gjykatësin. Të njëjtit nivel. Të reformuar, të ju mendoni se mund të ketë po të merë noter prokuror. Pra, e kupto tani. Një moment do të dalemi këtu. Ju mendoni se Rama mund të ndjek një strategji të atill për të përfshirë në një luftë ligjore dhe përplasje vetë prokurorët e SPAK-ut dhe vetë drejtsinë e re? Patjetër. Edhe do ta shikoni këtë gjë. Në rast se Rama, dhe kujdese këtu, edhe ato që them unë i them me bindje, nuk i them këtu sepse diçka. Kujdesni. Në rast se zoti Rama fiton betejën për Republikë Parlamentare, duke mbrojtur momentalisht Ballukun dhe të tjerë dhe kush do të vi pas këtyre për procedimin penal, nënkupton që ju që jeni shenjtorët brenda SPAK-ut, aty brenda jeni sepse është drejtësia ime. Në rast se ju nuk veproni në këtë drejtim që unë po ju jap tani, unë çfarë duhet të shpik kundër jush? Manualin e vetë shkatrimin. Pra, ju shkatroni veten tuaj. Doni ju një rast konkret. Pse duhet masën e sigurisë sa rres në shtëpi apo detyrim paraqitje të binte gjykatësies gjoka? Shumë e thjeshtë kjo gjë. Dhe pse duhet të dilte pas disa kohësh, të dilte rasti sajt me problem me shtetin grek? Lind pyetja e logjikshme. Pas një emocion, pas një mlef për gjykatësën. Pra, duke i qartë që personi që i cili duhet vendoste Sali Berishën në burg, ishte një person i cili ishte në pengmarrje. Kjo çfarë ju tregon ju? Ju tregon drejtsinë e pavarur e paanshme, që drejtsinë e jep gjykata dhe jo një gjykatëse në pengmarrje. Pastaj, ky është vetë shkatrim vetë, nuk ka nevojë ti të bësh ndonjë gjë të madhe. Kuptohet që është vetë shkatrim. Rasti Balluku, pse shorti ra Ilir Meta për të vendosur Erion Çela masën e arrest në burg me Ilir Metën? Dhe pse sot po Erion Çela pezullon nga detyra zëvendës kryeministren dhe kryeministri e çon në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ja pezullon? Në cilën pengmarrje është marrë zoti Erion Çela? Lindin pyetjet të logjikshme pas një lloj nevoje emocione. E di pse nuk duhet të kemi emocion, se pikrisht faktet flasin vetë që ajo drejtësi e Edi Ramës ka pasur si synim manualin e pengmarrjes. Dhe vim pikrisht tek 2025 në dhjetor, kur ndodhin këto ngjarje tek zoti Rama, falenderon Altin Dumanin, sepse zoti Dumani i dhuroi 83 mandate bashkë me ato shenjtorët atje. Deri në ato momente zoti Rama ishte shumë komod, sepse unë zoti Bardhi nuk i thash juve që do merrni mandatin e dytë, pa pyetur opozitën apo ndërkombëtarët. Unë s'ta thash. As ato që flasin anal të burr. Por dëgjoj, duhet t'ia sqarojmë qytetarëve ashtu siç duhet. Le të hajmë kohë. Po puna është që të sqarojmë qytetarët. Çfarë do përdori zoti Rama? Më e mend që do ndodhi. Po të ndodhi gjithmonë që Rama asnjëherë nuk e di çfarë ndodh rreth vetes. Në momenti kur SPAK-u, drejtësisë së tij gjithmonë, do shkojë të godasi rreth oborrit të tij Ramës,
sepse shpikrisht ajo që Rama kishte bërë gati për të gjithë kundërshtarët e tij, dhe vjen në një moment dhe bën këtë veprim, atëre në shpiken rasti si ka mundësi një gjykatëse mos të jetë kontrolluar ashtu siç duhet. Një gjykatës nuk është kontrolluar ashtu siç duhet. Po një prokuror që lëviz djathtas majtës në hotele, pse nuk është kontrolluar që bën varavigo? Them unë, e kupton. Po kush i merr këto informacione? I marrim ne? Jo, ne s'dim. Po i merr i pari kush? Rama përmes shikut. Thot kush janë këta që dëmtojnë imazhin e drejtësisë që ka vendosur zoti Edi Rama? Më kuptuat besoj. Ata që se kuptojnë, s'ka rëndësi mos ta kuptojnë. Por kur të dalë e vërteta pas një kohe të caktuar, më kujtoni ju lutem në rast se keni në memorien tuaj, ishte guvernatori i FMN-s, Strauss-Kahn, mos gaboj. Si u shkarkuar nga FMN-ja? Me një video skandal, jo korrupsion. Marrëdhënie në një hotel. Kaq. Me këtë video Edi Rama e rrezon reformën në drejtësi. Me këtë video Edi Rama rrezon shenjtorët e SPAK. Me një video të mundshëm. Edi Rama rrezon gjykatësit, të pavarur, të paanshëm ata. Flerë, histori tjetër këtu. Tani, e mbani mend, besoj, mos të harrojmë, Strauss-Kahn ish guvernatori FMN-s. Në vend të ikte nga puna për korrupsion, iku sepse kishte kënaqësi të tjera. Pam. Zoti kryetari i bashkisë Kukësit mos gaboj, si kishte emrin se ngatrojnë ndonjëherë mbi emrin atit. Safeti. Safet Xhici. Po, për çaj iku ai, për korrupsion iku? Po t'ishte me korrupsion do ishte me kokë lartë. Për një video. Pam. Mjafton një video të ketë Edi Rama. Edhe i pastron. Por në sy të publikut bie reforma. Sepse në rast se thua ti që ata që janë atje janë të korruptuar, populli thotë, hajtë se ne bashkë kemi bërë gjithë korrupsionin. Aktivi, pasivi, paga shumë diçka. Perceptim publik. Por ku ndodh skandal, opa, se këta vajtën të gjykata kushtetuese të kërkojnë në gjë se kupton, po se dini që rreth brenda godinave të drejtësisë së re ndodhin edhe afera të ndryshme. Tani se dia e ka Rama nuk e di. Po, avokat, të ndalemi te pjesa e rastit të Ergyes Agasit, i cili kishte filmuar të gjithë zyrtarët, drejtor, ministra, deputet që e kishin vizituar në zyrën e tij në blok. Në këtë rast thuhet se është hapur vetëm një folder nga ana e SPAK-ut sa i përket gjithë dosjes që kishte grumbulluar vet Agasi në zyrën e tij. Ju si mendoni? Po, hap pas hapi. Ju si mendoni në këtë rast, çfarë mund të ketë ruajtur tjetër Ergyes Agasi që mund të rondit vetë qeverisjen e kryeministit Edi Rama dhe vetë Edi Ramën? Të rondit drejtësinë e re, sepse kur ky person dyshohet që pas ka përgjuar veten e tij duke komunikuar me të tjerët, imagjinoni ju çfarë nuk ka përgjuar të tij në vendin tonë. Pra, unë jam i bindur që diçka e bëri SPAK-un të shkojë rreth oborrit të kryeministrit. Një video që dëmton SPAK-un. Një përgjim që dëmton SPAK-un. Dhe jo pikërisht ajo që thuhet në publik, vajtën sepse duhet goditur kryeministri. Po se dikush brenda oborrit kryeministror tentoi të godas SPAK-un. E gjithë loja është këtu. Nuk është tek ajo urdhri jashtëm, urdhri i brendshëm. Sepse ti, i nderuar, kur bie dakord me mua që ti bëjmë një të tretit gropën,
ne të dy ruajmë që mos të bëjmë gropën njëri tjetrit. Pavarësisht se kemi pushtet të ndryshëm. Fut Iliri, fut Zaliun, po ruajmë. Kur vjen momenti që dikush nga ne të dy fillon t'ja bëj gropën njëri tjetrit, që të dy do t'i sulemi njëri tjetrit. Pra, në këtë rast kemi Belinda Ballukun dhe Edi Ramën përballë njëri tjetrit. Po lejmë se ato janë statistika të tjerët. Në gjë mua tani. Po jo, bëje më të qartë tani se nuk e kuptojnë njerëzit. Po, kur nga Asambleja e Partisë Socialiste të them, më fut Saliu në burg, më fut Ilir Meta në burg, fut Mediu në burg, fut këtë në burg, fut edhe dhe unë asnjëherë s'kam asnjë problem. Pavarësisht se shkoj në NBA dhe bëj xhiro aty në pagu tjetri lekt aty s'quhet korrupsion, quhet para në ajër dhe futu sepse gjetëm një karrike bosh, kupton? Aty s'quhet korrupsion, aty nuk quhet influencë, aty quhet asgjë, kupton? Te spaku. Dhe kur unë të premtoj ty që shiko, do ta rregullojmë mandatin e dytë e merr ti dhe kështu, fillon inati, e kupton? Fillon inati, vëlla, thotë ti, kush je ti të marrësh ti 3 mandate dhe unë të kam ndihmuar me mandatin e 4 që të bëhet të marrësh 83 mandate dhe ti s'ke guximin të bësh një marrëveshje me Sali Berishin që të më zgjasni mua mandatin dhe të marr mandatin e dytë si drejtuesi i SPAK-ut. Dhe prandaj po të them, kur unë me ty bie dakord për disa pika, dhe ti i ekzekuton, i bën, i realizon, i bie që ti në raport me mua do t'jesh zbatues të kërkesave të mia. Pra, problemi nuk është zonja Balluku, zoti Rama. Ata kanë qenë të bekuar të vazhdonin të punonin ashtu siç kanë vazhduar dhe kanë punuar, me qetësi dhe paqe dhe harmoni totale. Po problemi është Dumani Rama. Sepse pikrisht në momenti kur Dumani është në 2022 deri 2025 drejtuesi i prokurorisë posaçme, zoti Dumani ka zbatuar manualin dhe librin e procedimeve penale të cilët plotësohej nga kryeministria në kohën kur ai ka qenë drejtues. Tani nuk mund të futemi ne në lojën e atyre të cilët kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin që të ekzekutojnë politikisht opozitën shqiptare në tërësinë e saj. Për shkak se zoti Rama donte mandatin e 4 dhe zoti Dumani donte mandatin e 2. Është shumë e thjeshtë kjo, nuk ka nevojë për fantazira. Dhe pastaj, në një moment të caktuar, vinë edhe ndërkombëtarë dhe thonë vëlla, çfarë po bëhet këtu, tjera lam, tjera na u bën. Sepse kur e marrin përsi për shqiptarët, e kupton? Bëhet o zot. Edhe Zoti thot, a zbres apo mos zbres? E ka edhe ai për veten e tij na e thotë se morën përpara këta. S'ka kufizim aty brenda. Prandaj them,